Humbi jetën pas 9 ditësh, shokojnë familjarët e Erion Bobës gjatë operacionit në Durrës i Këndritat e nisëm urgjent. Familjarët e 15 vjeçarit Erion Boba, i cili ndroi jetë pas 6 ditësh në Spitalin Universitar Nën Tereza në Tiranë, kanë denoncuar kushtet e papërshtatshme të trajtimit fillestar që ai mori në Spitalin e Durrësit. Sipas tyre, përplasja e adoleshentit me një 14 vjeçar tjetër, e cila ndodhi në 25 nëntor pranë ambientit jashtëm të shkollës Dom Nikol Kaçorri, rezultoi fatale për jetën e tij dhe u përkeqësua nga mungesa e kushteve bazë në spital. Pas plagosjes, Erioni u nështrua operacionit në Durrës, por ndërprerja e energjisë elektrike gjatë ndërhyrjes ka bërë të domosdoshme transportimin urgjent të tij në QSOT për trajtim të specializuar. Familjarët bëjnë me dije se ndërprerja e dritave dhe mungesa e infrastrukturës, përfshirë edhe ashensorin për emergjencat, kanë ndikuar në përkeqësimin e gjendjes së të miturit. Familjarët theksojnë se megjithë përpjekjet e stafit mjekësor, kushtet e spitalit në Durrës ishin të papërshtatshme dhe të pamjaftueshme për të trajtuar një rast emergjent kaq serioz. Në Spitalin e Durrësit turpi Zotit ikin dritat. Prandaj e çuan në Tiranë urgjent. Gjendja e djalit u përkeqësua sepse e kemi mik shtëpie dhe jemi në dieni të çdo gjëje. Po kjo ka ndodhur vërtet, si në mesjet, operim pa drita, por çdo kush do të mbuloj diçka që nga barcit, policia, spitali, media, të gjithë gënjejnë se nuk kanë qenë aty. Për 5 ditë askush, mjekët nuk janë munduar, mjekët aty janë munduar, por kushtet janë fatale, as ashensor nuk kishte për emergjencat, u shpreh halla e të ndjerit. Por si ndodhi ngjarja, 15 vjeçari Erion Boba u plagos me thik në pjesën e gjoksit pranë zemrës rreth orës 14 të 25 nëntorit, vetëm 20 minuta në këmbë nga shkolla Dom Nikol Kaçorri, ku mësonin të 2 nxënësit e përfshirë në konflikt. Sheri mes Erionit dhe 14 vjeçarit me inicialet MK nisi nga një koment në rrjetet sociale dhe ofendimeve të vazhdueshme në shkollë, të cilat më pas degradua në plagosje me thik. Dyshohet se 15 vjeçari Erion Boba e kishte marrë në telefon autorin 14 vjeçar për të kërkuar sqarime, pasi kishte dëgjuar se ai shante vazhdimisht në shkollë. Ata u dakortuan të takoheshin për t'u sqaruar, por të pranishëm kanë qenë edhe shokë të tjerë të dy palëve, të cilët janë marrë në pyetje nga policia për ngjarjen e rëndë. Por takimi i tyre përfundoi me një sherr ku 14 vjeçari me inicialet MK e goditi Erion Bobën 4 herë me thik, duke i shkaktuar plagë të rënda edhe në zemër. Pas plagosjes, Boba dërguar urgjent në Spitalin Nën Tereza dhe ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale, por nuk arriti t'i mbjetoj plagëve, ku humbi jetën pas 9 ditësh në luftë me jetën.